Jakaj dhe Leonida Jakaj, të cilat janë këtu në studion 410 me një performancë shumë të lezetshme nga këngëtarja Ajka, me cilën do të flasim zbashku, me cilat do të flasim zbashku sot për me të dyat dhe marrëdhënien e juaj si motra, me qenë se të dyat jeni në muzikë, njëra si këngëtare dhe tjetra si DJ. Faleminderit për performancën. Fillimisht. Shumë e juve për ftesën. Është një këngë pak më e vjetër, që jo shpesh këndohet, dhe kur këndohet nga një vajzë e re në moshë si ti, mu më bën të ndihem shumë mirë. Faleminderit. E përzodha pak, mas ishte dhe vjetër edhe nuk këndohet shumë, që me i përpunu pak të këngë të reja. Mirë se erdhe edhe Leonida. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë, si pas gjitha gjasave regja po bëjmë dihet që po ta gaboj emrin që dy herë, Ajla. Ajla Jakaj. Një emër shumë i veçantë. Gjithsesi kënaqësi ju kem në studio edhe do të flasim sot për gjithçka mbrapa juve, suksesit juaj jo vetëm si motra, por edhe suksesit juaj në muzikë. Keni zgjedhur ndoshta të jeni te muzika, por që keni pak a shumë edhe ndryshim. Këtë rast Leonidën e kemi DJ. Po. Që sa kohë Leonida ka fillu edhe pse pikrisht DJ? Po zakonisht në për ahengjas, bashku me babën, me motrën, edhe ja nisa thash hajt ta provoj, se masi edhe femër edhe mshtyke, thash masi s'kum pa dhe femra DJ. Po zakonisht edhe shumicën e kohës e kaloj edhe në lokalin që i kena të hapur bashkë me familje, do me thonë, me motrën, babën, mamën, ku atë shumicën e kohës e kaloj në studio grafike, edhe pak sa ka qenë ndryshim se veç në sezon, masi e kena dhe ajo muzika e sana, po gjithashtu kënaqshna, se ma shumë në kara dhe veç me gra. Po. Edhe për shembull, kur ta pash një femër, edhe a ditë vjen edhe ma lart kur ta kish DJ. Kështu që unë mirë ndina, edhe jam krenare për këtë sanët. Për këtë punën që e bën. Po, edhe për çdo femër, do me thonë, janë inspirim të vërteta, ku na e gjejna forcën edhe këtë sanët. Ajla? Unë mirë ma shumë e muzikë, me babën, këndoj kudo, këndoj në ahengje familjare, koncerte ndryshme, festivalet ndryshme, koncertet shkollës, si soprano, këngëtare normal, po dhe pak pianiste, që ta bënë shkolla si obligim për me mësu piano. Me pas një instrument, po. Dhe tani e përmendet babin që 2-3 në bisedë, dhe po me intereson, po besoj që këtu ka lindë gjithë kjo dëshirë, gjithë kjo dashni për muzikën, apo jo? Po. Na imi rrit me këngët, me muzikën. Me artin, muzikën. Dhe tani si është me punu në familje bashkë gjithë me muzikën? Po, normal ka njëherë grindja, për shambull. Ama shumicën e kohës na jena të lumtur që punojnë a këtë bashkë. Që jeni ofër njëni tjetër? Po, ofër njëni tjetër, nuk e kena kërkën largë, po shumë mirë kalojna. Po, ka edhe momente, ha? Po, ato momente po janë shumë fakta, së ndodhin shumë. Po që janë normale, ha? Që në fund të ditës gjithë në njëherë mund të jemi me nerva, kështu që ato momente edhe janë mase normale. E ma letë vinë ndoshta kur janë me familjarë, sësa me të huaj. Po, mami me familjarë. Ja dina njëni tjetërit. Shumë e vërtet, momentet kur mund të bëhet dikush pak më nervoz, apo kur thjesht është në disponim të mirë. E pas këtë një lloj trashëgimie. Po, e kena trashëgimi të familjes, babe, agje, mirët me sent, me qështo, po nuk është shumë i njohër, po babe ka qenë ai që na ka shty për para, për punë, pa punë nuk ka sukses, e gjithë kjo, po normal pa mbështetjen e mame, për roba, këto, ajo është... Duhet me konë dikush e ngjina motori i se cili do produkt, so që mami po besoj është ajo edhe që... është një farloj harmonie në familje, kështu që one jam shumë falenderuse, se tash në këto kohë e ki babin me vetën, muzikën, karrierë, kështu muzika është shumë e bukur, po ka njerës që manipulojnë, e kur qojnë që i me familje dhe diçka nuk mujnë edhe shumë me lujt, kështë që jam shumë falenderuse ndaj babet, mamet, kitë familjes, shoqnis gjithashtu. Dhe ti e përmendë pak më herët që ti shkon këndon edhe në për eventet ndryshme, që ofshin ato ahingje familjare, koncerte apo festivale. Deri tani, ku të flenë zemra mos shumë të shpirti, ku i flenë Ajla? Po. Kur qysh me ta mësu emrin? Po, kështu në ahingje familjare e një vetër ma të lërshme se këndoj bashkë me babën. Koncerte... Po, e pas kem një loj mbështetje. Po, njëni tjetëri një mojna, kur së më babë jone
koordinoheme. Në koncerte e kam marrall babin, në koncertet shkollës, koncerte klasike, këse. Në festivale e kam babin ashtu edhe me sent, ndo njëherë ku më thrasin veç mu me këndu. Këtë vet kam qenë në festivalin Rinia Fest në Lipjan, dhe koncerte ndryshme, shto ahengje, ma shumë kemi pas, edhe kjo ka pas ma shumë si vjatë DJ, për arsye se tash kanë agjegjet po i bojnë ma shumë me gra, kështu. Po. Hajde po i kthejemi pak edhe Leonidës për na treguar pak më shumë rreth eksperiencave të saj si DJ, e përmendet që në fillim që nuk është se kemi shumë femra të cilat janë DJ, jo vetëm në Kosovë, po edhe në botë janë në numër goxha të vogël. Po zakonisht ka të në frizaja, ma të shkujnë vetëm në për nota, për shembull ahengjet natës, se sana me femra është shumë me punu si që të kallëzova dhe më herët kena folë, kur kena bisedu, dyqysh, adin njën edhe malat me neve, one kaloj shumë mirë me to, edhe pse ma shumë në karovish në për kana gjegje, në për ditat grove. Me njëherë familjarizome me to, si me pas familjes. Është një farë stresi, po na e kalojnë, si dëmës kur ta kom ajlën gatë, me njëherë e kaloj stresin se kjo me njëherë adi ma gjoni Kongo se një diçka. Se tash që po i bojnë, kanë gjegje po si program, nona, teze, holla, kusheren, po do të mjavë gjithë ka një minuta, ka një minut, qyshme, adi mi lirë se DJ nuk është shumë latë. Me këndu, besoj që është ma latë se sa me DJ. Me DJ është ka nga një minut, shme lidhë ma tjetërën, kështë që na koordinohëme, edhe ka njëherë ka pjesë ku edhe si ja organizojmë kana gjegji, për shembull ka disa që na lajnë e vendor edhe i bje hala ma mirë, se na ma jemi mësu që 2-3 vjetë me këtë, se babi me shku aden këto kë mentaliteti, po them. Po, pra, qenë ka shumë a mirë me qenë se gratë një platforme edhe një në marahat kur e kanë një DJ femër për balë, po qëfar kërkesa kanë, se po thush të punohet let me gra, po unë nuk me ndojë që është edhe bash let me punohet gratë, kanë kërkesa, kanë komplekse. Shumë kanë komplekse, ama kur të mësohësht, tani e din qka të ti të pashtuar dhe din qka të desht me lypa jo, edhe mi njëherë e gjoj, edhe që të mirë kaloj, valla, su disha me thonë ma shumë veç shumicën e rostëv, edhe të kuptojnë femrat, edhe se do që e qesin vetën pozita, ma dhe të kuptojnë, thënë, okej, le hajtë se shënë ma vënë. Po. Se ka për qatë të alip kongën të se ki, tane, disa të registro, ajo është e shpejt, ama t'jep një farë loj strese. Po, në ato momente kur je koncentrumën, kongën e djerës, viras del me kënu, me këty, ose ade ka plët probleme për këto tani fundesh gjithmoni mirë. Emocionohen ka pak. Emocionohen ka pak, jo ka shumë. Edhe neve në ashti. Emocionohen edhe ju bashkë me to? Po, valla, one për vejtje, kur t'i shane t'u kojtë. Dhe nga e motrës, kur jashtë. Kur t'i shane ato t'u kojtë? Kur t'i shumë i t'u kojtë, ati mi njerë emocionume edhe na vetë, se femra i kuptojnë edhe na vetë që shjanë. E ka nga e motrës? Ju preka? Po. Që shëve kënë e pak që s'kom këtu. Se? Asë s'kom këtu pak për stres. Po normalisht, kur ke emocion edhe s'kujtojnë, gjana, që është masë normalje, por gjithsesi, a ka ndë një rast kur nuk heq dora gruja atë të kërku për themi një kangë caktume dhe veç mjashtë? Po, javë kena mësu, ta shlajvi njëherë, u kry. E kuptojnë. Kryme ata jo hejtë këtanë, po nuk e morin vesh, edhe nuk është që njët atë se janë atë emocionin edhe thash që nuk e din as veç ka janë të lypa. Ate veshtojnë hajtë shlama, a mos qashtë. Se dhe ato në emocionet. Edhe ato në qatë nëzit të dashmës, të kanë agjegjit në këtë rast. Po, cilën kongë mësë shpeshe e lypin, zagonisht? Apo që e lypin do shtë edhe me përsërit? Qëto treja që kanë dalë tash, Ermen Ibrahimi, Emine, një ma kanë lypë shumë si vjatë. Po dhe Shyrejt e Belulen. Shyrejt e Belulen, ma në stop e lypen. Kejtë playlistën e edhe mu ma kanë shti qaf shumë Shyrejt e Belulen. Edhe në stop vë Shyrejt e Belulen e për kana gjegja, ditat grave. Qëto, tjetër s'ka kështë që lypin ajsan, veç nëse ka ekstra në ajsan që lypin, po atër. Si për shambull, a ka në kërkes specifike kështu që të kara më uqudit? Po janë da, po si mojnë aman shumë. Po me një dorësëm, me një kana gjaqë ku jam kanë,
hymjen e ka bu me veshje kombëtare dhe ka lyp me tupana Se ka vallën e qenë në Rrugovës. Shqipnisë. Edhe Ade me- ato ma tradita traditat e tjera. Shqipnisë, Era si mi mësu, na i mësu veç në rrethin tonë. Unë i mësu me kanagjegjin, Më qam kardë që di me një qa ka lindu nana, që një shoqe. Me një kanagjegjë, jo, fejes, vallën e Tropojës, ku atë ka pas, one nuk jam mësu me pa që asi vallë, më kardë shumë që di që atë, ama mirë, shumë mirësh, edhe ajo tradit më pëlqaj. A të kanë kërku me kënu në i herë, Leonid? Ka njëherë me full, më kanë kërku, ama njëherë këm tentu e këm kry, ama tani më tjera dyqysh më vike zërë, se për një me muzika, tani o dëfke kejt vetë me koordinu atë, ama së që më kanë lypë kështë njëherë fort me kënu ju. A kishe pa vetën në këtë rast me një duet me motrën? Ma herët kena këndu bashkë. Kur i këm pas 4 vjetë, E kemi kongën jemi 2 motra, ku edhe aty kardë si fillemi edukatorës tonë Argentinës, ku edhe aty ja kena pas njës me kënu, mas ne ajla i ka morë për që aty, kjo di ke ma mirë se onë. Nuk disha me full, ama disha me këndu. Se 4 vjetë. Po. E prej që atyre tani ja kena njës, po në mos këmë vazhdu muzikë. Mas ne shkollën e mes me kryta, ta është në fakultet, dizajn grafiku një tjera ka kejt. Edhe në me artë që kështu, ama me muzikë ju. Po gjithsesi, ti pas ke marrë një copë muziket, pas ka mbet një pjesë. Gogja e mirë, dhe kjo është në fund të ditës është kërkesë në vazhdim. Po, pikrisht, këto po du me dalë, në trendi është në rritje e sipër dhe kërkesat vazhdojnë t'jenë, sidomos për raste të kanagjegjeve ku po themi shumica, ndoshta krejt, janë gra, femra në përgjithësi. Ndonjë rast veçantë që kishte dashur me nda me neve gjatë ndonjë ahengu familjar në këtë rast kanagjegjit, pse jo? Përveç kësaj mërzis që është prezente gjatë gjithë kohës. S'po di. Po janë njerëzit ma të emocionun, na është atë e ki në playlist qatë kongë, ata ta lypin qatë kongë edhe nuk e... Ade që e na bje pak interesant, se jo kështë kalojna shumë mirë. Në përgjithësi nuk ka... Nuk ka ndodhë në i rast kështu që me përmend. Po tani, që që keni me ndu dashma të juve, kur të bohen, kush ka me knu, kush ka me kënë DJ? Ndarë së më tam këran kjatë, kësajna se di ja thirëm na i këtë. Shirejt e belullin. Herët është. Herët, shumë. Herët është. Njerë me punu shumë. Po. Gjithsesi, ju vazhdoni të ndjekni hapat, jo vetëm të prindit, po e përmendet që edhe pjesëtarë tjerë të familjes, veç se janë pjesë e industrisë të muzikës, ku keni dëshirë të ashini vetën në një të ardhme të afërt? A keni plane sa i përket qoftë projekteve, qoftë bashkëpunimeve, pse jo? Po njëherë po fulli onë, atë ti e ma modhe, po. S'po do këtë bala? Ma modhe duknonë, krejt të thujnë. Po me vazhdu fakultetin e muzikës, si soprano, se mazo, ma ndej normal me umirë njerë me vetën, me po që ta shimi okej, tani është krijimi i familjes, po ma shumë unë mendoj që për mu është karriera dhe puna. E shë vetën në të ardhmën si profesoresh ose diçka kështu, është shumë normale, po dhe pse mos me bu kong, me kriju kong, me bashkëpunu me tjerë. Me pas edhe bashkëpunime me këngëtarë të tjere, pse jo? Ti e kritë në fillimet e tua? Në momentit që njëna e sigurt, kam dëshirë me bu kong. Se kështu normal kam qef, ama thonë mos bibi pishman të në diçka, kështu që ma mirë me uni e sigurt. Derisa të kesh një siguri për veten. Po në këtë rast për Leonidën? Po që kalzovane... E menon që do të vazhdosh punën e DJ-it, ndoshta edhe në një ardhme? Diri në atë pikë që e shë që jam lodhë shumë, besoj që ka me kalu mirë edhe vitit të ardhshme, po sigurisht që dhe të kalzova që edhe me studio grafike mirë na shumë me babin, me ajlen, me mamin, unë mendoj që në të ardhme, nështë sigur që kam qef edhe me mri qatë sukses, si një dizajnera, gjithashtu dhe i dizajnoj vetë, i realizoj planët, punimet me makinat mdoja, sana qështë, veç mendoj që ka me vazhdu. Me të dyat paralelisht, e pse jo, ku ka ma mirë se me pas dy profesione që ndoshta nuk përgjajnë njëna me tjetër, në fund të ditës silën të artit, të krijimi. Të krijimi. Tani më trego pak, se në fillim e përmendëm që ka mos marrë veshje aty këtu ndonjëherë mes vete. Kush e fillon e kush e mbaron? Po, tash ka dhe pak konflikt. Leonidën e pas kemi matë madhe, me vjetë. Po, zakonisht, për shambull, kur të vjen për shambull klienti, tash normal që e ki një farë strese,
Edhe kur e din që ki punë kënena, më njëherë su një afran. Edhe që atëra vde, hajde ma shpejt, bëne qëto janë mas shumëte. Pra është ma kërkuse. Po. Leonida në këtë rast. Po. Kërkoj ma shumë. Po. është shumë strikte, unë jam pak ma kështu, ma ka dalë, ma avash. Ma këngëtore. Është një këngë ma ka dalë, ka dalë. Ma ka dalë, ka. Po, na ka njëherë, kena edhe një konflikt të dizajni, për shembull, kjo e matë me centimetra, me sanë në hetë që shkoj, se na mësojna ma pak matematikë, shkollë të muzikës e kësi gjona. Unë e vi që bëj dizajnin, krimin e ngjyrav edhe këto, e tani që atë kena pak probleme, pëse s'pi ba me centimetra. Ka ma me shtu një ide, të kriju një sen edhe isha në maqina të dhe poshaj, është normal aty është maj vëgël pjesa dhe poshaj kjo... Gift shop. Kjo e ka bën ketë në ninqa, dhe nuk më isha me kuptu, aty më kizol te i për e madhe, në isha ty më smarveshës të bërtit. Tani mas 2 minuta vetëm kesho. Po mirë, kjo është e bukra e të qenurit, të qenurit motor në këtë rast, edhe pas një motor që edhe kur të vinë këto problematikat e vockla, fund të ditës kalojnë... Gjithmonë e kuptojnë njëna tjetrën. Po neve na ka rasi kështo pa e njoftë, kena njoftë me njëherë fillim, po babi normal na ka spjegu maqinën Lazare keme, e të gjitha gift shop e këto, tani na po do të më përbal, tani pëmsojna edhe po gabojna. Pa gabu, kur gjë s'ka. One sa gabimet se kjo e bën dizajnin, e kryon reklamat, sidomos, e kryojna vet, e bojna vet, kejt, planin ato. Pa marrë parasysh edhe pse je femër, dyqysh vetë mendja që tjenë me shku që aty hajta provoj, edhe me njerë mësane, mësohet avdi nuk është gjithë sen e pa mundër. Gjithë sen bëhet. Mas bukri është në konë famën. Po, valla. Unë ju falëndëroj shumë që ishit pjesë e emisionit 410, nësa kam informacion do ta përmbyllim me këngë, apo jo? Do ta përmbyllim me këngë, për derisa ajla rregullohet edhe pozicionohet, edhe njerë falënderi